Mirë, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, ku do lidhemi drejt për së drejti me Diell Vranoci nga Austria, i cili është shpallur kampioni dyfisht i Austrisë në boks. Diell, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Ka qenë një ndeshje fantastike, e shkëlqyer dhe është kënaqësi vërtet edhe për ne shqiptarët, por edhe për gjithë ata që jetojnë në Austri dhe përfaqësohen nga ty. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes. Shpresoj që sot kon një ditë e emja për bisedë, edhe pse nuk kam vesh në gjyrën e gjelbër, ndërsa s'ka problem. Na pas kanë ndjekur në intervistën e mëhershme. Shiko, Diell, me thënë drejtën, këtu në emisionin tonë qarkullojnë shumë ide, por ti duhet të përzgjedhësh ato idet që duhet ndiko. Për shembull, sot mos e hiq mjekrën, do ta heqësh ditën e premte. Do të lahesh sot. Por gjithsesi. Ti je boksier profesionist apo jo? Ke në boksin profesionist? Po. Po, boks profesionist, gjithsej 16 ndeshje. Prej sa vitesh? Boks profesionist tash 5 vite, e kështu në përgjithësi në boks 15 vjet. 15 vjet. Si boksier në nivelin amator, cila është arritja jote më e madhe? Ke marrë pjesë në ndonjë kampionat? Po, kam marrë pjesë shumë kampionate, turne europiane. Arritja më e madhe ka qenë lojrat olimpike të mesdhaut. Kam shku deri në luftë për medalje. Aty s'ka qenë fati me mu, sepse kam mujt boksere më të mirë në asaj kategorie dhe kam hopë një boksere më të toptit. Shiko, që ndo... Urdhëro. Sa gram dhjam ka Diellin trup? Shiko, ka gjithë ajo llogarit me përqindje. Unë kam përshtypjen që ai është 95%. 95%, pu. Po unë sa jam, koleg? Ti, koleg, je 55%, koleg. Okej, e qartë. I top dhjami, më pak. 50 plus. 50 plus, po. Topi dhjamit është romani i parë i Guy de Maupassant. Okej, gjithsesi ky ka qenë një sukses i veçantë për Diellin, ka shënuar fitoren e tij të 13 në boksin profesionist, ke mundur një garues shumë të fortë, i cili për të ka qenë humbja e parë që ka ardhur falteje. Një boksier turk, do na tregosh pak me sa raunde ishte, fitove me pik apo me nokaut, si ndodhi fitoria? Ndeshja ishte 10 raunde për titullin e Austrisë. Tash ishte në peshën welter deri në 66 kg. Herën e kalume ka qenë deri në 69 kg super welter peshën, edhe aty jam shpallë para 3 vite sa është kampion i Austrisë. E këtë herë kam boksu për në Ahmet Simsek, ku ka qenë i pamposhtur, me 8 fitore, 6 për tyne me KO, edhe të shumë. Me pojena dhe të rrëmë në ndeshje. Me sa duket je vrar pak, duket si kur kundështarët vetullën tënde kanë pikën më të fortë për të goditur. Po, sa rrallë jemi rrallë ditë, se lajo qo pa këtu, unë e këtu. Kalon. Diell, a do kesh më ndeshje tjetër, apo këtë vit do ta mbyllesh me këtë fitore të gjithë karrierën tënde? Jo, për këtë vit nuk kam më ndeshje veç vitin e ardhshëm, shpresojmë ka fillimi i vitit ta shohim ç'është do të me planifiku tash, nuk kemi plan asgjë ne. Po si do jetë kjo periudhë për ty, pushim apo do jesh duke u marrë me punë tjera? Di që ke hapur dhe një palestër, do merresh me trajnime? Si do funksionoj për ty? Po, normal do të më stërvit dhe për veti, po tash si që të ke kom hapë edhe palestën time, e tash do të më marrë edhe me nëca, edhe me nëzirë talenta të ri, shpesojnë. Ke pak më herë që ke garua kësa herë në një pesh tjetër, sa kilogram ishte? 66 kilogram. Dhe sa ke qenë më herët? 70. Ajo është 69 kila e 800 gram, qështu. Të është dashur më shumë punë kësaj herë, më shumë përgatitje, ke ngrënë më pak? Po, kam ngrënë më pak, veç me regull, me ushqim të shnetshëm, se kam pas problem shumë. Koleg, sa do rezistoje ti pa ngrënë për të arritur një pesh ideale për të bërë boks? Me thënë drejtën, 6 orë është... Diell, prandaj jo të gjithë janë boksierë, sepse do vullnet, do sakrifica mbi të gjitha. Sakrificë më. Si çdo sport, besoj. Po, emrin tënd ta thon Diell apo e përkthejnë sipas gjuhës? San, zonën. Jo, e thonë Dielli. Dielli. Nuk e
Theksojnë as mirë, po E shqiptojnë një qikë po shumë mendoj atje në Austri. mënyrë çuditshme. Si është boksi në Austri, niveli i boksit? Pra, a është i gjashëm me Gjermaninë, në kuptimin e dim që Gjermania është i zhvilluar goxha. Edhe Austria ka një lloj entuziazmi për sa i përket këtij sportit, ka boksier të shquar në Europë? Po, tash ka boks shur, ka hyp niveli shumë, vitet e fundit. Nuk është niveli si me Gjermaninë, po i afrohemi. Ti e shikon karrierën tënde në Austri, në kuptimin e pra pret ftesa ose pret të ndodhin gjërat nga aty ku je, apo synon Londrën, synon Gjermaninë, pse jo? Pra, a ke ti person menaxheri yt, a ka kontakte të rëndësishme për të rritur nivelin e ndeshjeve? Po, menaxheri im është Shpëtim Shala, cilin e kom cek disa herë. Po, ne kemi pretendime të mëdha, shpesojmë vitin tjetër për ndonjë ftesë për titull të Evropës a diçka. E ta na shohim më tutje. Po normal, jo vetëm në Austri, Angli, Gjermani, s'është problem. Ti e gjatë 1,82 cm sa mua, për ta edhe unë jam aq. Po. Dhe kategoria jote është në cilën kategori? Welter. Në welter, po. Kategoria welter, po. Dhe kjo është një kategori, besoj, me konkurencë të fortë. Ka shumë boksierë që boksojnë në këtë kategori. Ti, rekordi yt është i pamundur deri tani, apo jo? Jo, kam një humbje para një viti. A ke një humbje? Nuk quhet. Se quhet? Ja po mba humbjen e parë. Për mendimin tem, s'e kam merituar, po tash rreth kam menduar ndryshe. Po, ndodhin këto gjëra. Jo, shumë mirë. Ne na vjen mirë që ti je i angazhuar, je investuar shumë ke ky sport dhe sinqerisht që do donim të shifshin në rangje të larta, sepse ka shumë boksier shqiptar, qoftë Kosovës, qoftë Shqipërisë, të cilët po japin tonin boksit evropian. Ti besoj ke dëgjuar sukseset e fundit. Nuk e di e ke ndjekur këtë eventin që u bën Tiranë para rreth 2 javësh, Nelson Hysa, Alban Bermeta, pra janë gjithë... Çfarë mendimi ke për këta? A mendon që janë vërtet të nivelit lartë, pra a i meritojnë ato pozita ku janë në top 20, në top 10 të rankimit? A ke parë ndeshjet? Po, e kam shoh gjithë Nelsonin, Denisin, Albanin. Jam bokserat mirë, jam bokserat superior. Edhe që është për të regojnë vete normal. Shihen edhe në anglistë. Denisi është një bokser super i mirë. Edhe shpresoj që ka me pas një shansë me tregu vete. Po edhe Nelsoni, Albani. Diell, zakonisht këto ndeshjet bëhen, le të themi, kur bie në ujdi, dy palë produksione, 2 palë menaxher për boksierët që kanë menaxhim. Marrëveshje. Cila do jetë ndeshja jote më e afërt? Apo jeni duke planifikuar? Po, ta shohim. Nëse vjen ndonjë ftesë më herët, e kthyrem ana kombenon edhe e marrim. Po, besoj para aprillit nuk do të kem ndeshje. E kuptoj. Ju preferoni ftesa nga sportistë europian, apo nuk jeni i hapur, sepse ka dhe boksierë të Amerikës Latine, apo të Amerikës? Gjithku jemi të hapur. Të arrish sukseset Maja. Diell, në fakt më ka prekur shumë një video jotja, është pak sekonda, dhe i lutesha regjis ta dëgjonin pak, ku ti këtë fitore ja dedikom prindve të tu që fatkesisht nuk jetojnë më. Dhe është një histori që ne se dinim. Po, normal. Jo vetëm atë fitore, po çdo sukses ju dedikoj atyne. Sa vite ka që ti ke humbur prindrit? Nonën, vitin 2006. Po pra, praktikisht në pjesën tënde më të bukur të karrierës, po dhe të rinjis tjetës, dhe më thënë. Kur mu ka ndesh më të mëti, ata duen gjithë prind, po... Po pra, absolutisht që këto ngjarje shënojnë një person, jetën një personi, dhe
Ndoshta në rastin tënd kanë shërbyer si një motiv më tepër që ti të arrish më lart, duke pas duke i pasur gjithkohës në mendje dhe në zemër, me siguri për atë janë një faktor pozitiv në jetën tënde i përditshëm. Po, normal, unë mendoj vetëm me ecë përpara, më qëndru i fort, edhe gjithmonë besoj me i bë krenar. Patjetër. Edhe bëhet normal. Kur të kemi patur në intervistë për para disa viteve, ke shprehur për një lidhje tënde që ke patur, pavarësisht se ti ndihesh në siklet që unë ta bëj këtë pyetje tani, por do kesh një arsye tjetër ku t'ja dedikosh fitoret, dhe do jetë pikërisht të fejuarës tënde, se duke folur ne pam një rreth me gish, që duke si gjërat janë bërë serioze. Po. Mirë, okej, mirë. Dashuria i ka të emocione. Asoj familjes gjithë. Na vjen shumë mirë që të shohim të shkëlqesh në ring edhe në jetë, që të urojmë fitore gjithmonë edhe na bëj krenar. Faleminderit shumë, edhe mi kallëzoni se aty një emision para me tha që ishin të dota për martesë. Vitin tjetër diell nga vera. Po, kur? Ta them unë muajin qershor korrik. Okej. Ani sa është më. Duhet me përgatit zarfat. Se mos shikoj që do të martohen në një ditë. Jo. Diku do të shkojmë përpara, kupton apo jo? S'kemi atë diell, po të shkojmë te martesa Fabit, besoj. E kupton kaq. Turojmë shumë, po shumë suksese. Vazhdo kështu kam. Faleminderit. Gjithë të mirat. Dhe ju faleminderit për testën e çdo të mirë. Vetë në fitore. Gjithë të mirat. A u kuptua që ishte me inteligencë artificiale? Dielli? Po, dielli. Janë gjitha këto. Po. Pas pak do hidhemi nga avioni. Ka parashuta, koleg. Po, avioni pra. Dhe pse i quan këta parashutistët pilot, se këtë se kuptohen? Po, pilot quan se... Nuk janë pilot, pra jo. Prandaj i përgjigjesha negativisht për pyetjes tënde. A duhet të dish të fluturosh? Pilot është ai që komandon një mjet fluturues. Në çdo vend të botës ku merret pjesë në këto gara. Një mjet lëvizës, po e them. Po, kur merr pjesë në këto gara ti prezantohesh si pilot. Pse s'bësh pilot dhe i thesh ka parashuta? Parashutist ekziston si fjalë. Po, Parakutista. Me temat modern, i dini ju apo i din garat botërore? Qofse ata thonë unë jam pilot, pilot janë apo? Pra. Me çfarë thotë, jemi stewardesa. Pas pak.